Se qëllimi i kompanisë ishte më shumë shitja e tyre se sa fitimi, e tregon edhe oferta më e lirë e kompanisë në Prizren. Oferta nga kompania në Prizren rezulton edhe më e lirë se sa asaj në Prishtinë. Punëtori thot se veturën mund ta ofrojë me çmim prej 27.570 euro, pra 330 euro më lirë. Na kem përshku te Porsche Prishtina, po tani një shoku më tha që keni edhe jo. Qëra, Sa më duket e kish po te ta, se dia për që të loja për cilin në më tha që i ka po. A një bashka qysh? Jo, në tjerrat e njëjtë, domethënë, se po ata e firmë vetën e firmë tonë. A mojna të folë për kjo, sikur shtatë që në shtën kostasie, në total kanë me të më zgabosha, më thonë këtë Kosovën edhe ja 12 coka. Co për me këtë? E soka nga rëtë janë këta? Që normal kjerrat, e ri kanë 2 vjetë garancion pa 50 km. Mirë po na e kena qitë në paket, edhe qatë 5 vjeqin me 100.000 kena zgjatë garancionin, që e kena bo 27 mërzim. Për nëryshe, nëse shkojmë qaj produkt me zgjatë garancionin 5 vjetë me 100.000, kushton diku 570 euro. Në ardhë puna me marrë me garancion të vetin 2 vjetë, që shiko kjo me 27.000 dhe më thonë muna me shumë mirë. Te por, më pak falje me të për konkurentin, pa e kanë çmimin e njëjtë edhe ata që të farë oferta jo? 27.900, dhe më thonë është promovim që na e ka diktu fabrika, po në këtë rast në tash i bjen 27, edhe 570, i bjen 27 e 570 që i bjen edhe 330 euro ma lirë se sa aksioni ta lash çmimi tash.